do ta besonim si sinqert që fjalën e ministres, që fjalën e kryetarit të Komisionit të Jashtëm për reformë në shërbimin e jashtëm, nëse nga ajo që ndodh në praktik, nuk do të vrenim që qoftë parafolsi, qoftë zonja ministre, shërbimin e jashtëm e keni mbushur dhe keni kthyer si stre pensionimi për ish deputetët e Partisë Socialiste. Nëse sot hap listën e ambasadorëve të Republikës Shqipërisë jashtë vendit, do shikoni që 70% të tyre janë individ politik që kanë qenë në këtë krah të sallës deputet dhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Do ta kishim besuar realisht që kjo qeveri ka për qëllim të reformojë shërbimin e jashtëm, nëse nuk do kishim vërejtur që në zgjedhjet e 11 majit ambasadat e Republikës Shqipërisë në mbar botën u kthyen në qendra elektorale të Partisë Socialiste, ku ambasadorët duartokisnin fjalimin e kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste që kudo ku shkonte fyente opozitën dhe popullin opozitar. Do ta kishim besuar reformën në shërbimin e jashtëm nëse ju, zonja ministre, do të vinit këtu dhe nuk do të flisnit për suksese imagjinare të politikës tuaj të jashtme me atletet bardha të kryeministrit, po do të kishin informuar me seriozitetin që ju dikton detyra shtetërore që mbani, Kuvendin e Shqipërisë se si procesi i integrimit evropian është marrë peng nga rasti i korrupsionit zëvendës kryeministres tuaj. Pse na flisni për suksese imagjinare të hapjeve të kapitujve, zonja ministre, dhe nuk na informoni për mbledhjen e 2 javëve më parë të grupit Koela, ku Shqipërisë është bërë e qartë se nuk ka për të patur asnjë hap përpara në procesin e integrimit, nëse ky kuvend kthehet në stre dhe në bunker të zyrtarëve të lartë korruptuar. Nuk ka për të pasur asnjë hap përpara, nëse zëvendës kryeministres tuaj ky kuvend nuk i heq imunitetin. Pse e mbani të fshehur për kuvendin ju këtë informacion dhe na flisni se Shqipëria qënë ka qendra e Europës se ka hapur kapitujt? Qa suksesi është hapja e kapitujve? Sukses është ti mbyllësh kapitujt. Dhe me qënë se përmende themeloret, shteti ligjor është baza e atij procesi. Dhe ju keni vendosur që për një rast konkret, jo vetëm shkelmoni shtetin ligjor në vend, po edhe të pengoni procesin i integrimit evropian të Shqipërisë. Për çfarë suksese flisni ju? Serbia ka hap kapituj e ka mbyll kapituj. Malizi ka hap kapituj e ka mbyll kapituj. Ku jemi ne? Ne jemi te Belinda Balluku. Nuk pyesim ne për proces të integrimit evropian, ku bëhet fjalë për fatin politik të Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut. Ju integrimin evropian e keni propagandë të pastër. Në cilën tryezë vendimarrëse na ka ulur qeveria juaj gjatë këtyre viteve? Në cilin organizëm na ka ulur? Në Këshillin e Europës na ka ulur qeverisja e Partisë Demokratike. Në OKB na keni futur ju. Në cilën tryezë vendimarrëse na ka ulur kjo qeveri? Askund. Vetëm ka zvarritur për interesa të veta politike dhe motive dhe arsye pushteti, të mbajtjes me dhunë të pushtetit, prej 14 vitesh në një proces jetik dhe shumë të rëndësishëm mbar kombëtar siç është procesi i integrimit evropian. Ja ku e keni testin ju. Testin e keni përpara. Ju a tha dje kryetari i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Është test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Pse nuk dilni ju këtu dhe thoni, po ne këtë test do ta kalojmë? Siç është vepruar në 35 vite në këtë kuvend, ne nuk do të mbrojmë asnjë zyrtar
nga veprimi i prokurorisë. Por nuk e thoni dot. Se e dini që fati juaj politik varet nga fati i Belindës. Sepse korrupsionin Belinda nuk e ka bërë në kokë të vetë, si që këshim bërë disa tjerë që kryeministri i lëshoi. E ka bërë me urdhër direkt të kryeministrit Edi Rama, cili do që ka akses në dosje e që ka lexuar të dhënat që ka sjell prokuria, e kupton shumë mirë që nuk është vetëm Belinda, është Belinda dhe Edi Rama pjesë e skemës korrupsionit. Pse nuk vini këtu ju, zonja ministre, se na folot për suksese të jashtëzakonshme të politikës të jashtme, dhe të informoni kuvendin për shqetësimin që kanë partnerët, se fole për korridorin e 8, për ngecjen e portit të Porto Romanos. Është çështje e sigurisë kombëtare, është çështje e NATO-s, është një çështje madhore e interesit kombëtar. Pse nuk informoni ju kuvendin çfarë shqetësimesh kanë partnerët me atë që po ndodh sot në portin e munguar të Porto Romanos? Pse nuk u informoni ju, zonja ministre, kuvendin për shqetësimin që kanë autoritetet gjermane për dosjen e Akshit? E dini një lloj si unë, edhe ju, se çfarë shqetësimi kanë. Pse nuk vini këtu të na informoni ne për këtë shqetësim? Po vini këtu, flisni dili nga Haga në SBA, nga SBA-ja në Turqi, e nga Turqia në Arabi Saudite, e përfundoni në Izrael. Këto janë çështje me interes kombëtar. Për çfarë politike të jashtme dhe standarde ndërkombëtare flisni ju, ku qeverisën e bazoni në vjedhjet votave, në intimidim të votuesve, në përdorim të krimit organizuar, dhe këto si kemi thënë ne. I ka thënë OSB e Odiri, i ka thënë Parlamenti Evropian. Po ju nuk ju intereson as Parlamenti Evropian, as OSB-ja, ju intereson propaganda që ju siguron në mënyrë korruptive mbajtjen me dhunë të pushtetit. Nuk vuan sot shërbimi i jashtëm i Republikës Shqipërisë nga nevoja për një ligj të ri. Absolutisht Shqipëria ka diplomat karriere të nderuar, por që janë të keq trajtuar, të keq paguar, të pambështetur, shpesh edhe në vështirësi, siç ishte ambasadori jon te ky takimi i Koela, që nuk dinte ç'të thoshte kur përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian i thoshim nuk hedhim asnjë hap përpara pa trajtuar çështjen e korrupsionit Belinda Ballukut. Si vendosni ju në vështirësi ambasadorët? Si vendosni në vështirësi ambasadorët për t'i përdorur ato si qendra elektorale të Partisë Socialiste? Dhe vini këtu dhe thoni po bëjmë një reformë të madhe, se tani Shqipëria është në një tjetër nivel, është ulën trueza vendimarrëse, do zgjidhë gjithë problematikat e botës, Edi Rama dhe Elisa, dhe prandaj na duhen ambasador që të kenë kalu provimin që do bëj Elisa. Se problemi i vetëm që ka sot shërbimi i jashtëm është që ambasadorët nuk kanë marrë notën kaluese të Elisës. Ky është shqetësimi që ka sot politika jashtme. Nuk është ky shqetësimi, dhe ju, zonja ministre, e dini po aq mirë se sa unë. Shqetësimi që ka sot Shqipëria është lufta reale ndaj korrupsionit, lufta reale ndaj krimit organizuar, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Doni ta nderoni Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, mos u bëni mburoj e korrupsionit, mos bashkëpunoni dhe mbroni krimin organizuar, i garantoni shqiptarve një të drejtë universale, siç është e drejta për të zgjedhur në mënyrë të lirë, siç ata i gjykojnë dhe siç ata e vlerësojnë, pa presionin e bukës gojës apo pa presionin e grupeve kriminale. Faleminderit. Faleminderit, ministrja Spiro Pali ka kërkuar fjalën. Zona ministra, fjala për ju. Me gjithë respekt, nuk
presim leksione nga një parti politike e cila burojën ndaj korrupsionit, nuk e ka mbi kokë, po e ka kryetar. Dakord? Dhe e para e punës. E dyta, po të shohësh me vëmendje, të lexosh edhe të jesh mendje hapur sa i takon Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, me që përmende, po dhe të lexosh raportet e Bashkimit Evropian dhe këtë të fundit tani, draft raportin që sapo ka dalë, që do prezantohet në Parlamentin Evropian për Shqipërinë, do lexosh që të gjitha reformat që ka bërë Shqipëria vlerësohen vimësisht, vlerësohet zbatimi i tyre, flitet për precedentin e Shqipërisë për hapjen e negociatave, për pritshmëritë për mbylljen e tyre brenda 2026-s. Raporti i ndërmjetëm i piketave, siç e quan, të themeloreve, se i përmende këtu disa herë, ne të gjitha detyrat i kemi bërë, i kemi dorëzuar dhe presim shumë shpejt që ai raport të miratohet dhe më pas hapet rruga për mbylljen e kapitujve. Dhe të jeni të sigurt që në 2026 dhe 2027 Shqipëria do t'i mbyll kapitujt për antarësim në Bashkimin Evropian, do ta përfundojë këtë proces me të gjitha energjitë e saj, me të gjitha kapacitetet, me të gjitha sakrificat që ka bërë dhe me të gjithë udhëheqësinë e saj në reformën drejtësi që jo ju s'kishit për ta ndërmarrë kurrë, po dhe ato vende që ti i përmende këtu si pararoj që pas kanë hapur e mbyllur kapituj nuk janë kurkund në plotësimin e këtyre standardeve, kritereve, jo e më reformave si që i përmënde. Ata po gjykohen me një metodologji tjetër dhe asgjë me ta, sepse ne duam sigurisht që të gjitha vëndet e Ballkanit Perëndimor, të 6 vëndet të ecin përpara në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por nuk mund të krahasohet përparësia dhe progresi që Shqipëria ka bërë me metodologjinë e re themelore të parat me asnjë vend tjetër në rajonin ton. Dhe ky është fakti. Pastaj, sa na takon ne, sovranitetit ton si vend, për të diskutuar si për reforma, si për përmirësime në ligje, si për diskutime në kuvend apo në gjykatën kushtetuese apo kudo tjetër, ku respektohen afatet, ku respektohen institucionet dhe ku respektohen vendimet e tyre, këtu nuk ka njeri as institucion që të na thotë që këtë nuk mund ta bëni. Dhe po e them këtu sepse besoj publiku e di, po për diskutimin në kuvendin ton, që në rast se ka një parti politike, apo nëse ka një forcë, apo një qeveri, e cila përtej çdo kosto të mundshme, i ka garantuar institucioneve të reja drejtësisë, i ka garantuar këtij vendi një reformë institucionale të thellë në fushën e pavarësisë së gjyqësorit dhe sundimit të ligjit, është kjo qeveri. Duhet trokitur në fund dhe të jeni të sigurt që nuk ka asnjë çështje të brendshme, asnjë problematik këtu dhe asnjë çështje tjetër që mund të marrë peng procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe jo artikuj të sponsorizuar në mediat huaja, narrativa të prodhuara këtu që pastaj shiten në institucionet ndërkombëtare apo në media si e vërteta e Shqipërisë dhe nuk ka tym e zjarr që mund t'ja shëmtoj Shqipërisë apo mund t'i marrë asaj sukseset që ajo ka të paktën në këtë fushë. A jemi të vetëdijshëm ne për nevojën patjetër për të vazhduar me reformat në të gjitha fushat, për gjitha kapitujt, për gjithë sektorët, po kjo nuk do mend dhe kjo dihet. Pra, as vetë kënaqësi, por dhe të jemi të vetëdijshëm që raporti i piketave ndërmjetme për Shqipërinë do merret, mos e keni këtë shqetësim fare, dhe sigurisht që kapitujt, ato që kemi planifikuar për 2026 do mbyllet, e në vijim për 2027. Faleminderit.